أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Në vazhdim me madhe Zot tregon për gjerësinë e pushtetit të Tij, respektivisht krijimin e qiellit dhe të tokës. Ai krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë. Ai është I cili krijoi qiellin dhe tokën fi 6 أيام për 6 ditë. Ajete të tilla kanë ardhur bukur shumë. Allahu I madhruar e krijoi tokën dhe qiellin, dhe këta nuk kanë dyshim asnjë musliman. Fi 6 أيام për 6 ditë. Sipas shumicës absolute të ulemave të ehli sunetit, fillimi I krijesave ka filluar në ditën e diel dhe ka përfunduar në ditën e gjuma apo të premte. E pse Allah ka krijuar për 6 ditë, kurse ai ka mundësi të krijojë çdo gjë vetëm me thënien e tij na bëhu dhe bëhet, pra me një fjalë, bëhu, bëhet çdo gjë, dhe çdo gjë është e lehtë dhe e mundshme për te, e dinaj vetë. E dinaj vetë, pse ka kriju për 6 ditë. Ani pse ta në ulemat kanë thonë këto, sepse Allahu do na tregon neve që mos mu gutën punë të mëdha, në punë të mira, dhe me pas sabër punë të mëdha, dal nga dale, jenë punë të mëdha, të rëndësishme, andaj mos ngutë, budurën të tjerë, por thjesht, Zoti kështu ka dashur, dhe e vepron çka të don. Pra, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 أيام, Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën për 6 ditë. Pastaj, këto ditë, a janë sikur ditët e dunjas, e dielli, e hëna martë mërkurajtë dhe premte, e gjuma, e që janë shumica dërmuese e komentatorëve të Koranit, siç thot Imam, siç thot Ibn Atiyya dhe të tjerë, apo janë çdo ditë e këtyne 6 ditëve, është sa çdo ditë janë për qëllim çdo ditë nga ditët e ditës së Kiametit. Atje tek I madhi Zot, e që atje te Zoti një ditë është sa 1000 vite. Një ditë është sa 1000 vite. E që I bien për 6000 vite. E që është mendim e një numër të dietarëve se për këtë 6 ditë të cek Koran në këtë ajet dhe ajetet e tjera të mëhershme, ku cek Allahu se ka kriju për 6 ditë, është për qëllim ditët të madhe Zot, e që janë 6000 vite. Mund të jetë, por mund të jetë edhe ndryshe. Mund të jetë edhe 6 etapa kohore. Mund të jetë edhe 6 etapa kohore. Sepse në gjuhën arabe, kur të thuash dikujna në ditët tona, në fakt edhe në gjuhët e tjera, por ne po flasim këtu për Koranin, I cili ka zbrit gjuhën arabe, kuptohet në periudhën tonë. Nuk e ke për qëllim në ditët tona të javës 30, 50, 7 ditë. Jo,
në ditët tona të rinisë, në periudhën tonë të rinisë, në ditët e fashizmit, në ditët e komunizmit, në ditët e turkut, për kështu më radhë, në periudhën, faza, kur kanë qenë ata, e ta edhe për tyne kanë ma gjatë, edhe për tyne kanë ma shkurt. Dhe të folë tamam folë, kuptushëm, e kuptua njerëzit që ka për dhe me thonë. Andaj mund tjetë kuptimi 6 ditë, 6 faza, periudha kohore, ku çdo fazë, çdo periudhë mund të ketë mira vite. E tani themi Allahu alem, sa kanë gjatur ato, që themi Allahu alem, ai e din muradin, kuptimin e saktë të këtyre ditëve. Allahu e din. Po nëse është kjo fundit, është me afër shkencës, e cila thot se kanë kaluar faza shumë të gjata, prej fillimit të krijimit të kësaj gjithësie deri tek fundi i sajna. Përputhet me këtë teori më shumë. Ndërsa nëse themi se është krijuar për 6 ditë, që thamë shpendimi parë, ditët e kësaj dynjaje, e diellit dhe në gjumon, e bie se teori shkencore bin. Nëse fjallë Allahut është ajo që duhet punojnë me të dhe është e vërtet. Andaj themi Allahu a'lam tabaraka wa ta'ala. Edhe nuk kem nevojë me zak më shumë. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Allahu pasi krijoi qiejt, tokën, natyrisht atë çka ka mes tyre krejt për 6 ditë. Në fund të krija Ademin, e futi në xhenet, pasi që ndis, të gjumane, ditë që ditë, gjumane pa ashtu doli, tjerë, pa në gjumane përfundu gjithë dhe gjanë. Thumë stawa 'ala al-'arsh, pastaj Allahu ngrit sipër apo mbi arsh. Tabaraka wa ta'ala. Pastaj ngrit mbi fran. Arsh është froni. Fran. Thumë stawa 'ala al-'arsh. 7 herë në Kur'an ceket se Allahu madhruar është ngritur mbi arsh. 7 herë ceket në Kur'an. Dhe një 700 herë kuptim figurativ, jo me numër kështu kuptim figurativ, një 700 herë apo 100 herë ceket në mënyrë indirekte, dhe kupton robi se Allahu është lartë, me ajete kuranore. Dhe po ashtu me 100 herë e kupton për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me 100 herë sjell argumente jashtë Kur'anit dhe jashtë hadithit, nga jeta e përditshme, nga logjika deri tek instinkti i njeriut, edhe i hajvanit pasha madhërinë e Zotit. Hajvani kur ankohet e ngrit kryt përpjet drejt krijuesit madh. La ilaha illallah. Edhe paganet, edhe qifotet, edhe të krishterët, edhe çdo krijes, njeri, e gjin, e shejtan, që shejtan nuk i besojnë Zotin, nuk janë musliman, për e din që Zoti hak, krejt këta dëshmojnë direkt apo indirekt, janë argument se Allahu është lartë mbi qiell, mbi arshin e tij, tebaraka wa taala. Dhe kjo është mendimi krejt ulemave të selefëve, krejt, deri sa ka nisë me dalë fraksionet, shekullin 3, 4, më të zelitë, ku ta 2 e këndenje. Për ndryshe, këta e kanë përzi mielin, drethë mielin e kanë bashkë, e tani e ndiku shumë ulemat të sunetit, dhe i kanë kundërshtu ulemat të selefit, fatkeqësisht. Për ndryshe, më rikatër imamat, nali që atë, bënë në nëzansat e tyne dhe shka për pjetë. Vesh kanë ata. E shka pastaj sa argumente gjenë të tabiinet, të sahabët, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në librat e tyre që në shkru këta gjeneratës pak më vonë. Shika. Sa argumente gjenë që Allah është mbi arsh tebaraka wa taala.
Por që ka thonë Imam Maliku, Allah pas më shëruar, el istiva'u ma'lumun, o el kejfu me gjhulun, o as-su'alu anhu bid'atun. Ngritja të madhe të Allah mbi arsh është e njohur, është e pranuar, është e vërtetuar, tanë musliman të din këtë. Ama forma se si e panjohur. Dhe përpjekja me ditë se si, ma dja e thët me pytë, qysh e Zoti, është bidat. Kështu thot ai bidat. Dhe kjo fjale më Malikut ka metë si slogan. Allah e pas më shëruar dhe i vlerësohet shumë Imam Malikut. Kjo fjali e tine i vlerësohet shumë ati burrit madh, që pe fjalët e artat të cilat i ka lanë i ndëruar e i bekuar, është edhe kë slogan që ka lanë ehli sunneti deri në kiamet. O ju njerëz, el istiva ma'lum, ngritja mbi arsh është e njohur. Çdo gjatë dëshman, o ju njerëz. Veç filozofia jote ka të brysht, ta nish me filozofu atje, jenë djathtë, janë të maqë, s'ban altë, s'ban poshtë, s'ban. Këtë janë nish me filozofu në qenjën të madhe të Allah, në dje që devijimin e kitë të pashmangë shumë, veç të rujtë Zoti. Se ta lesh filozofinë, të kthehesh në thjesht, në Koran dhe në hadith, dhe në fjalë e sahabëve, tabinëve, tabinëve, të katër imamave, nalu më seluj. Kur për jetë nuk keme u zhgëny, as nuk keme deviju, as nuk keme dëshu kur për jetë, po keme qeni qetë në shpirt. Dhe keme deki qetë me emër të Zotit dhe keme rinjallë qetë. Zotën ne me akida adhurojmë Allahun, tjera të sene janë plëtsuese, o ju njerëz. Për ata tjera të vepra, tënë vepra tjera Allahu, ka mundësi me rahmetin e vetë, na i falë, se na ka premtu. Por s'ka premtu shta falë të uhidin. S'ka premtu shta falë as njëherë. S'ka premtu që ta falë të uhidin. As njëherë. E jo, sepse për të uhid ka krijuar gjithë shka. Për të uhid ka krijuar njeriun, ka krijuar gjennet, me adhurut madhe në Allah. Me një su, me thonë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pra, thumë stewale l'arsh, pastaj Allahu është ngritur mbi arsh. Ja'lamu ma yaliju fil ardi, Allahu e din atë që ka futet në te. Allahu e din që ka futet në tokë. Ja'lamu ma yaliju, që ka vije, që ka futet në tokë. Si pikat e shiut të cilat bijnë në tokë. Sikur se farën kër e kap drithën e fut në tokë. Sikur se të vdekurën të cilën e kap e fut në tokë. Dhe mbulon. Dhe çdo gjë tjetër që ka futet në tokë, e din Allah. Ja'lamu ma yaliju fil ard. Ai e din çfarë futet në tokë. Wa ma yakhruju minha. Ai e din dhe çfarë del prej tokës. Çka del prej tokës? Bimet, pemet, perimet, mineralet, çdo gjë që ka del prej tokës, e din i madhi Allah. Asgjë nuk i fshifet te bareke ve teala. Wa ma yanzilu min as-sama. Allahu e din edhe atë që zbret për qiellit lartë. Si shiu, zbret për lartë. Me larqet zbresin për lartë. Kaderi, caktimet Allahut zbresin për lartë. Rahmeti Allahut zbret për lartë. Çdo gjë që ka zbret për lartë, po është e din i madhi Allah. Wa ma yarju min fiha, Allahu din edhe atë që ka ngritet lartë në qiell. Që ka ngritet lartë në qiell e din Allah. Se shpirtat të rëbëve që ngritet në qiell, amelet të rëbëve ngritet lartë në qiell, për dhe gazrat e çdo sen që ngritet lartë në qiell, e din i madhi Allah te bareke ve teala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Ai është me ju kudo që jeni ju. Allahu po do me tregu pushtetin e tij absolut, dijen e tij absolute. Dhe se çdo gjë është në dorën e tij, asgjë, ama asgjë nuk del pe vullnetit, dëshirës, fuqisë, kompetencave, pushtetit tina. Te bareke ve teala. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Dhe ai është me ju kudo që jeni ju. Te ky ajet kuranor, ulemat janë në konsensus se është për qëllim dijen e Allahut. Allahu me dijen e tina, me shikimin e tina, me ndëgjimin e tina, me vullnetin e tina,
me rahmetin e tina është kudo që jeni ju, ndash në tokë, ndash me tokë, ndash në detin, ndash në qiell, ndash në ham, ndash në Mars, ku të dush shko, Zotin e ke me vete. E që bie, wa huwa ma'akum, ajo është me ju, me dijen e tina, me shikimin e tina, me vullnetin e tina, me rahmetin e tina, me fuqinë e tij, pra s'mund ik për shtetet, s'mund del jashtë për shtetet Allahut te bareke ve taala, wallahu bima ta'malun basir. Allahu për atë që veprani ju din dhe sheh, pra Allahu sheh gjithçka dhe din gjithçka. Asgjë nuk i mshifet lart madhërisë se Allahu te bareke ve taala. Më pas i madhi Zot thot: Lehu mulku samawati wal ard. Ati i përket pushtetit qive dhe i tokës, e përsërit sërish për ta vërtetuar ata që thamë më herët, apo për ta përgatitur atë që vije më pas, e që është pjesa tjetër e ajetit wa ila Allahi turja'ul umur, dhe tek ai kthehet çdo gjë, apo tek Allahu kthehen të gjitha çështjet, tek Allahu kthehen në robët e tina. Pra i shkoni ka dëni, bëni që ka dëni, por dijeni se një mbrana për shtetit Zotit, dijeni se Allahu është me ju kudo që shkoni, dhe dijeni se keni mu kthye të Zotit dhe me dalë para tina. Ju, o ju njerëz, me amelet, me veprat e ju e ja. E pastaj kur dini para ti, ju llogaritaj dhe u ajap hakun, shpërblimin sipas meritave. Yuliju lejle fin nahar. Allahu është ai i cili e fut natën në ditë. Wa yuliju an-nahara fil lejl, dhe e fut ditën në natë. Allahu është ai i cili natën e bën ditë, ditën e bën natë. Allah është ai i cili krijon natën dhe krijon ditën. Allah është ai i cili e zgjat natën, e shkurton ditën, e zgjat ditën, e shkurton natën, dhe si rrjedhoi sajna apo se fryt i këtij ndryshimi vije dhe të krijimi i 4 stinëve të vitit. E ka krijuar natën për të pushuar, e ka krijuar ditën për të punuar. Rahmet mbi robët e tina, me urtësitë e tij të përkryera te bareke ve taala. Wa huwa alimun bi dhati sudur. Allah është i gjithëdijshëm për atë që am shefin dhati sudur, që am shef njeriu në gjoksin e vetë, kështu i bie kja. Por kuptimi është ato që man insani sekret në mendjen e tij, në zemrën e tij, e man, po Zoti e din. Andaj asgjë nuk i mshifet lart madhërisë e tij te bareke ve taala. E kur nuk i mshifet asgjë lart madhërisë e Zotit, atë robi nuk është sillet. Po Zotit s'mani mshef asgjë. Andaj nuk krym punë të Zotit, vetëm sinqeriteti dhe asgjë tjetër. Munafiqllëku krym punë të njerëzit. Me mshef gjanat krym punë të njerëzit. Madje edhe rana krym punë të njerëzit. Po rran quhet. A më punë të kryn, po të Zotit nuk krym punë. Sepse ai ta din atë që ke brenda, ende pa shfaqur, ende pa qitur, ende pa deklaruar. La ilaha illallah. Elhamdulillah, për mirësitë të madhe të Allah te bareke ve taala, Allahun e lutem që të na forcojë në din, e të na shtoj imanin, bindjen, yaqinin, e të na bëjë të jetojmë me këtë Islam e me këtë Koran, e të vdesim me këtë Islam, e të ringjallemi me te. Allahumma amin. Wallahu alam. Zoti di më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.